zgjedhjet lokale për rundin e dytë, profesor, si përshini, cila parti ndoshta do t'jetë ajo që do të fitojë më shumë komuna, apo ende është vështirë për ta identifikuar një gjë të tillë? Është shumë vështirë të themi në mënyrë profetizuese se kjo apo ajo mund të fitojë, sepse pikërisht kjo mundësia balotazhit. Tani më gjithë kandidatë, diku në disa komune janë 7, 8, 5, 6 e kështu me radhë, gjithë energjitë e tyre dhe elektoratin e orientojnë me një kandidat dhe mund të përmbyset, dhe ne nuk i dim të gjitha dhe nuk bëhen publike asnjëherë të gjitha, ose edhe nëse bëhen publike në një drejtim mund të ndodhë drejtimi kundërt. Pra është diçka jo falëndëruese për të parashikuar dhe unë nuk do doja që të jap parashikimet e tilla për arsye se ka pikërisht ky model i instrumentit balotazhit ndikon që të shprishen numrat real, bindja reale, disponimi real i qytetarëve në numër përqindje më shumë për një apo për kandidat tjetër, pikërisht për shkak kombinatorikave dhe klientelizmave nëse doni dhe atë që thash pak më parë, pra të transakcione të paktën, kjo është evidente dhe mund thuhet lehtësisht që po ndodhin, që është në ato transparente, gjysmë transparente ose të pa bëra publike. Megjithatë, ne ende